Të nderuar aktivistë të lëvizjes vendosje, të nderuar zonja dhe zotëri, të dashur qytetarë. Unë sot do të bëj prezantimin e alternativës qeverisë për bujqësi të lëvizjes dhe vendosje. Lëvizja dhe vendosje konsideron se Kosova ka resurse të mjaftueshme natyrore dhe humane për të zhvilluar bujqësinë. Kemi diellin, i cili na ngroh që nga orët e hershme të mëngjesit, kemi tokën, kemi ujin dhe kemi faktorin njeri. Prandaj ne, si lëvizje vendosje, me të drejtë, këtë sektor e kemi vendosur se një nga sektorët më prioritet që do të nxjisë zhvillimin ekonomik të vendit tonë. Bujqësia është një sektor i cili edhe punson, edhe prodhon. Çka nuk kupton kjo? Bujqësia është sektor shumë i gjerë me të cilën ka një kapacitet shumë të madh absorbues të fuqisë punëtore. Bujqësia është një sektor i cili prodhon, do të thotë ku më shumë se sa është e nevojshme të prodhohet dhe të saventësohet importi që po shkatron ekonominë e vendit tonë. Nga 700 milion remitanca sa na dërgojnë neve mërgjimtarët tanë nga shtetet e huaja, të gjitha 97% thuaja shkojnë prapë jashtë vendit, ndërkaq vetëm 3% mbesin në vendin tonë si investime kapitale, kryesisht në shtëpi banimi. A ka kuptim kjo që Kosova të prodhoj, të krijoj fëmijë, të çoj në gurbet, fëmijët tanë të ne dërgojnë parat dhe ne prapë të dalim këto para dhe prapë të eksportojmë jashtë vendit. 700 milion euro janë sa gjysma e buxhetit të Kosovës. Për këtë arsye, lëvizja vendosje ka hartuar alternativën qeverisë të përbërë nga 3 faza, nga 3 vjet, që së bashku përbën një periudhë afatgjate 9 vjeçare. Faza e parë 3 vjeçare do të orientohet kryesisht në zhvillimin e bujqësisë tradicionale, por dal nga dal duke zëvendësuar atë me një bujqësi moderne, duke munduar që të bëhet organizimi i punëve, futja në funksion të kapaciteteve njerëzore në vendet rurale dhe duke investuar në infrastrukturën rurale. Faza e dytë gjithashtu do të vazhdojë me tutje në investimin në infrastrukturën rurale, në ndërtimin e kapaciteteve përpunuese agro-ushqimore, në ndërtimin e pikave të grumbullimit, në ndërtimin e depove për ruajtjen e produkteve bujqësore, ndërkaq faza e tretë është faza e fundit, faza periudha 6 deri në 9 vjeçare, me të cilën ne pretendojmë se do të bëhet një bujqësi moderne, duke u krijuar farmerë të maj, duke u diferencuar farmerë të maj, të cilët kanë mundësi të kooperojnë, duke i marrur parcelat e vogla, shndruar në parcelat të mëdha. Në këtë mënyrë ulet kostoja e prodhimit, në këtë mënyrë ka mundësi që prodhimi të bëhet më i lirë, që prodhimi të bëhet më cilësor, në këtë mënyrë ka mundësi që edhe kompanitë tregtare më lehtë të kontraktojnë, sepse kur prodhohet shumë, është shumë më lehtë të arrihet një marrëveshje kontraktuale mes prodhuesit dhe mes kompanive të mëdha tregtare që sot ne i kemi në Kosovë. Hapi i parë dhe i domosdoshëm që do ta bëjë lëvizja vendosje është planifikimi i buxhetit për bujqësi. Ne konsiderojmë se në vitin e parë buxheti për bujqësi do të jetë 60 milion euro, në vitin e dytë buxheti për bujqësi duhet të jetë 90 milion euro, ndërkaq në vitin e tretë buxheti për bujqësi do të jetë 120 milion euro. Të gjitha këto për 3 vjet e para bëjnë një shumë prej 207 milion euro, të cilët do të ndahen sipas zarfit të BE-s për bujqësi, ku 65% do të shkojnë për subvencione, për të gjitha kulturat lavëritare, perimore, prodhime vektorale, pemtare dhe vreshtare, dhe të 35% do të shkojnë kryesisht për grante, për ngritjen e kapaciteteve përpunuese, për ngritjen e shtimin e fondit vektoral, për shtimin e sipërfaqeve me sera, për zhvillimin e bujqësisë organike, si dhe për shumë sektorë të tjerë. Lëvizja vendosje konsideron se
Orientimi dhe planifikimi i prodhimit janë veprime të domosdoshme për zhvillimin e Kosovës. Orientimi i prodhimit sipas regioneve të Kosovës, orientimi i prodhimit dhe planifikimi i prodhimit sipas trendeve të zhvillimit të tregut. Nuk është mirë që një vit të kemi hiperprodhim, dhe vitin tjetër të mungoj ai produkt, sepse kjo po shkakton një disbalancë, kjo po shkakton një ulje drastike të çmimit dhe vitin tjetër një ngritje shumë të madhe po të njëjtit artikull. Bujqësia e Kosovës i nevojitet edhe rritja e shkallës së sigurisë së prodhimit. Prodhimi vendor ndrohet përmes politikave fiskale, sidomos mbrojtja sezonale e produkteve bujqësore që vijnë nga vendet fqinjë, përmes sigurimit të prodhimit nga dëmet e pakicave elementare natyrore, përmes rritjes së produktivitetit për njësitë të përfaqës, përmes uljes së kostos të prodhimit, duke hequr akcizën për naftë, duke ulur çmimin e inputeve të farës dhe plevut, produkte këto të cilat mund të prodhohen edhe brenda Kosovës. Ne konsiderojmë se si nevojë urgjente është rrugja e tokës bujqësore, ndërkaq që ne është domosdoshme rritja e sipërfaqeve bujqësore, duke shndruar dhe kodra të shkura në toka prodhimi, gruplimi i tokave përmes komisacionit aty ku ka dhe rezervat e ujit, planifikimi i fillimit të ndërtimit të sistemeve të ujitjes që do të ndikonin në rritjen e produktivitetit të njësitë të sipërfaqes, si edhe krijimi i një programi nacional të përmirësimit gjenetik që nuk kupton që Kosova mund të fillojë të prodhojë varietete apo kultivar të drejtave vendor të përshtatshme në kushtet tona vendore, sepse ju siç e dini të nderuar qytetarë, Kosova ende nuk ka asnjë kultivar të asnjë lloj kulture bujqësore. Të gjitha farat që ne i blemi të gjitha kulturave janë të prodhuara në vende ndryshme që kanë kushte klimatike të ndryshme nga Kosovës dhe kjo shpesh po bëhet pengesë për arritjen e rendimenteve optimale. Ne mendojmë se me një program të tillë ka mundësi Kosova të fillojë së pakut të prodhojë farën e grurit për shembull, sepse vetëm për farën e grurit Kosova çdo vit shpenzon rreth 15 milion euro vetëm për farën e grurit edhe po potencoj. Koncepti themelor i lëvizjes vendore për bujqësinë është krijimi i një tregu tërësisht integruar midis Kosovës dhe Shqipërisë, që nuk kupton koordinimin e politikave qeverise dhe kodri ligjor që rregullon këtë sektor në të dy vendet. Ndërsa në planin e mbrojtshëm, me qëllim të futjes së ekspertizës profesionale, do të bëjmë përpjekje që të lidhim prodhuesin me fakultetin e bujqësisë, institucionet bujqësore, hulumtuese dhe shkencore. Gjithashtu është nevojë e domosdoshme që prodhuesi të lidhet edhe me institucione tjera publike, siç është FSK, siç janë spitalet, siç është menza e studentëve, si dhe shumë ndërmarrje tjera publike me qëllim të ngritjes së përdorimit të prodhimeve vendore në institucione publike. Me implementimin e alternativës qeverise të lëvizjes vendosje për bujqësi për zhvillim rural, do të punësohen 10.000 njerëz në përfundim të fazës së parë, do thotë në përfundim të treveçarit të parë. Ndërkaq, do të mund të zëvendësohet importi rreth 80% në përfundim të fazës së dytë, do thotë në përfundim të 6 vjeçarit. Kjo do të kupton se nëse zëvendësohet importi 80%, kjo i bie se gati sa gjithë projektet mund të zëvendësohet në qoftë se fillon të mbrohet prodhimi vendor me këtë alternativë. Kjo do të prodhonte përpjekjen e Kosovës ngritje ekonomike përmes rritjes së prodhimit vendor dhe përmes akumulimit të kapitalit në vend, mirëqenie qytetarëve duke u shkollë e papunësisë dhe të varfërisë, dhe në fund stabilitet politik që bazohet në ekonomi të qëndrueshme dhe të shëndoshme.